si ka mundësi që Islami të jetë feja e vërtet, ndërsa pasuesit e saj kur nuk kanë qenë më të dobët se tash? Kjo dilem është dilem e njerëzve të cilët janë mësuar të jetojnë në megalomani, në despotizëm, tirani. Perëndimi akuzon shumë shtete të lindje se janë shtete diktatoriale. Mirë po imponimi i dhunshëm i shumë agjendave diskriminuese dhe degeneruese është diktatori në vete. Islami si fe nuk ka ardhur të ofron njerëzve pushtet e fuqi materiale. Islami ka ardhur të ofron njerëzve shpëtim tek Zoti, jetë të këndshme dhe lumtur këtë botë. Dhe për këtë arsye nuk ndëlidhet feja islame me dobësinë e muslimanëve. Pastaj pyetja është paradoksale, sot janë të dobët. Parashtrohet pyetja dje si kanë qenë dhe parashtrohet pyetja nesër si do jenë ata. Islami duhet ta kuptojmë shumë mirë. Nuk thret në pushtet dhe nuk insiston me çdo kusht ta ketë pushtetin material mbi njerëzit. Sepse edhe atje ku Islami është mposhtë pe forcave të tjera, edhe atje Islami ka depërtuar në mendjen dhe zemrat e njerëzve. Dhe të gjithë ato vende që kanë luftuar kundër Islamit dhe kanë dëbuar Islamin nga trevat e tyre, sot e vuajnë atë moment historik që kanë dëbuar Islamin dhe dëshirojnë që të mos kishin bërë asnjë lloj veprimesh për dëbuar Islamin, nga se sot e shohin sa kanë përfituar për Islamin. Kështu që Islami që nga fillimi vet ishte porosia e profetit të Islamit, Muhammedit, lavdi dhe bekimi i Allahut që mbi te. O ju njerëz, thoni fjalën la ilaha illallah. Nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut, të shpëtoni. Nuk u tha thone maksimën e Islamit të merrni pushtet. Madje kur ja ofruan pushtetin në Mekë, i thanë bonu mbreti jon, vetëm lene thirrjen tënde në besimin islam. Ai tha ja. Nuk dua as pushtet, nuk dua as pasuri, nuk dua as famë, nuk dua as martesë me gruan më të bukur. Dua vetëm një gjë, të më lejoni, të më jep një hapësirë që të predikoj, të përcjelli tek njerëzimi i porositë e Zotit. E porosia e Muhammedit, lavdi dhe bekimi i Allahut që mbi te, ishte e njëjtë sikurse porosia e Isaut, Jezusit, e Musait, Mojsiut, e Ibrahimit, Abrahamit, e gjithë pejgamberëve, profetëve deri te Adami, deri te Ademi alayhis salam. Adhuroni Allahun një, nuk keni hyjni që meriton adhurim veç tij. Andaj Islami dëshiron që njeriu të rregullon koncepten brenda kokës së tij, duke filluar që nga raporti i tij me krijuesin e vet. Koncepten brenda kokës së tij, duke ndërtuar raportet e tija me vetveten e tij. Konceptet në kokën e tij që e ndihmojnë për ndërtuar raportet me shoqërinë ku ai jeton. Dhe për këtë arsye, Islami edhe kur shtypet, edhe kur jepet mundësia me udhëheq një shoqëri, ai i ka të njëjtat parime. Ai jep të njëjtat porosi, i ka të njëjtat mësime. Dhe vazhdimisht njerëzimi fiton për Islamit. Edhe sot, kur Islami me të vërtetë është i dobët, shtetet muslimane fatkeqësisht nuk e përfaqësojnë as Islamin, as e përsinë e Islamit, e as thellësinë intelektuale të Islamit. Muslimanët në botën islame jetojnë jetë të qetë, jetë të rehatshme, jetë e lumtur. Statistikat tregojnë se përqindja e vetvrasjeve, përqindja e kobeve, fatkeqësive në botën muslimane është diametralisht e kundërt me atë që ndodh në botën e përparuar materialisht, industrialisht të perëndimit. Dhe për këtë arsye ne edhe duam ta shfrytëzojmë rastin që të hekim një breng disa islamofobëve, të cilët mendojnë se Islami ose efektivizimi i forcave muslimane do të synon të merr pushtetin dhe pastaj nëpërmes pushtetit të imponon besimin e vet. Jo, asnjëherë nuk ka ndodhur, as të kalumen, as sot, as të ardhmen. Ata që u bëhen diskriminim janë muslimanët. Muslimanët janë durimtar, janë zemërgjër dhe mundohen të gjitha konflikte të zgjidhin me debat, të zgjidhin me dialog, të zgjidhin me oferta. Dhe na do vazhdojmë në vendet tona që ofrojmë popullit ton dhe njerëzim përgjithësi ofertën e Islamit, pa marrë parasysh a jemi të marginalizuar, a jemi të shtypur, a jemi të dobët, a jemi të parëndësishëm në sytë e disa njerëzve. Neve na mjafton të jemi të rëndësishëm te Zoti i Madhreshëm dhe pastaj të jemi në rrugën e tij për të përcjellë mesazhin e tij tek populli jon fillimisht, pastaj te njerëzimi përgjithësi. Kështu që kjo dilemë besoj që tani më është e qartë se nuk qëndron dhe nuk ka peshë dhe nuk e demanton vërtetësinë e Islamit.